ngjarje vërtet ka ndodhur në Riyadh, Arabi Saudite. Për mendimin tim është rast më specifik që po është i konfirmuar ka qenë në gazetat, ka qenë në revistë, dihet emri burrit. Një njeri po ka në gjykatë, njërin për gjykatave të Arabisë Saudite Riyadhit, dikon vjet 6-7 vjet, po ka mas vendimit të gjykatës krejt mjekrën pelan lët. Është akti gjykatë, ose ajo vendimi i gjykatës për një kontest që është konteksti më i çuditshëm në botë. Kontest mes dy njerëzve, që është konteksti më i çuditshëm në botë. Dy vllazërinj shkuan në gjykatë për një kontest. Çfarë marrëmendja? Për mes, kujna i bjen traktori, kujna i bjen kerri. Ti si farsanësh, për çka e çon vllau në gjykatë? Për një forcë të zezë. Ose, kushtimisht, mos menojna negativisht, për një kontest, për një provën, për një diçka të caktuar. Po këta nuk janë shku për asnjë gjë tjetër. Të janë shku për një kontest tepër i çuditshëm. Çfarë është ky kontest? Kontest është nona. Ky 70 vjeçari e ka një vëllau më të vogël. Ky e ka marrë nonën për 100 vjet. Veç 40 kg, e latë, e thate, për 100 vjet nonën. E ka marrë nonën edhe e ka këshyrë me këtë maksimumin që ka mujtë. Mas një kohë, vjen vëllau pak më i ri, për një qyteti tjetër në Riyadh, edhe vjen m'ia marr nonën, tash ai me këshyr nonën. Po ky nuk pranon m'ia dhon nonën atij, ky don me marr nonën vetë. Qatë shumë i bën rigjë, qatë shumë bëhet saqi si kontesti shkon në gjykatë. Vllau i vogël e pa ditë vllaun e madh në gjykatë s'po më jap nonën me majt. Vllau i madh pa ditë vllaun e vogël se po do më marr nonën, s'po do më lau më kënaq me nonën. Edhe rasti shkon në gjykatë kontest. Gjykata shkon e merr nonën te shtëpia. Edhe bjen në loke në gjykatë. Në loke me kanë kiçe me shku. Loke po thotë që ky kënej është syni i djathtë, ky tjetër syni i majt, s'ni dallajën. Gjykata mas një muhabeti goxha të gat vendos që nona më shku te vllau më i ri se ekonomikisht qëndron më mirë, edhe është më i ri me shëndet, mund i bën më lehtë shërbim. Edhe gjykata e merr vendimin. Kur e merr gjykata vendimin, vllau i madh ja nis me kohë që ma morr nonën. Konkurrencë me këshyr prind. Konkurrencë me shërby prindve. Që kjo konkurrencë nuk është fantazm, nuk është mitologji, kjo është një vërtetë e cila e ka befasuar krejt Arabinë Saudite dhe nëse nuk gaboj ka qenë edhe në rrjetet sociale, po nëse do të lexuar do an pe burimeve të konfirmuar.